أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Të gjitha falenderimet, lavdërimet për uljet e adhurimet janë për Allahun krijuesin ton, kurse salavatet, selamet, përshëndetjet, uratat më të mira janë për Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Të nderuar vëllezër të pranishëm, takimi ynë i radhës vazhdon me mësimet më të dashura, mësimet më fisnike, mësimet hynore të Allahut dhe të pejgamberit Allahut, mësimet për rrugën e xhennetit, vendi i cili është synimi i çdo besimtari. Allahu na i mundsoft të arrijmë atë. Dersi i radhës i cili flet për rrugën e xhennetit është një ders, një mësim nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili ka thonë: Addu idha tuminantum. Nëse ju premtohet diçka, nëse ju lihet një porosi, mbane premtimin, ruane porosin, kryene porosin, kryejeni porosin, ruane amanetin. E kush e bën këtë, unë ja garantoj xhennetin, ka thënë pejgamberi Allahut. Kjo këshill e Muhammedit alayhi salam është këshill prej këshillave më të mira, me rujt emanetin. Kur na besohet diçka, na me rujt ato dhe me kry në formën më të mirë. Kur të na lihet një porosi, një amanet, na me rujt ato. Kur të na thuhet një sekret, na me rujt ato. Kur dikush na thot diçka, për na beson diçka që na me kry ato, edhe ne i premtojmë se do ta kryjmë ato, atë porosi, me e qunë në vend, pra, me e përmbush atë, mos me mashtru, lidhet me dersën e kaluar mbajtja e premtimit. Në këtë rast është ruajtja e amanetit, ka ndërlidhje të madhe me dersën e kaluar. Ata të cilët janë që e ruajnë amanetin, kur t'i besohet diçka e ruajnë, janë xhenetli, ka thonë pejgamberi alayhi salam. Allahu në Kur'an ka thonë: "Walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Ata të cilët e ruajnë amanetin, i ruajnë porositë e marra. Ulaika alladhina yarithuna al-firdaus. Janë trashëgimtar të Firdausit, trashëgimtar të xhennetit, janë pra banor të xhennetit, të shpëtuar ata të cilët e ruajnë amanetin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam transmetohet nga Enesi radiallahu anhu që asnjëherë nuk ka ndodhur me hyp në hutbe edhe mos me thonë një fjali. Sa herë që ka hyp në hutbe, pejgamberi alaihi salam ka thonë: La imana liman la amanata lahu. Nuk ka iman ai i cili nuk është i besueshëm, ai i cili mashtron, ai i cili kur t'i jepet një porosi, thot se e kry dhe nuk e kryn. La imana, nuk ka iman ai. Pra, muslimanët e kohës sotit, nëse nuk e ruajnë emanetin, si ndaj Allahut, si ndaj njerëzve të tjerë, e gënjejnë vetë vetën e tyre, qofshin ata dhe të safit por, e qofshin ata dhe 5 vaktli, nëse nuk janë të besueshëm. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur shpjegohet se është bën pejgamber sepse ka qenë njeri i zgjedhur nga Allahu, një nga veçoritë që ja ka ndihmu me qenë pejgamber, kur të përmenet në librat islam, është se ai edhe para se me qenë pejgamber, si është njift me cilën nufk el emin, i besueshëm, besniku. Para se me qenë pejgamber, ai ka qenë i besueshëm, nuk ka qenë mashtrues. E muslimanët e sodit jemi në këtë gjendje që jemi, për arsye se ndoshta nuk jemi prej atyre që e mbojnë premtimin, nuk gënjejnë, e ruajnë emanetin e kështu me radhë.
Për këtë arsye jo rastisht pejgamberi alayhi salam çdo herë në hutbe ka thonë këtë fjali. Nuk ka iman ai i cili nuk është i besueshëm, ai i cili mashtron. Pejgamberi alayhi salam gjithashtu e ka thonë edhe një fjali madhështore, që muslimanët janë larg prej kësaj. Addil amanata ila man i'tamanaka wala takhun man khanaka. Emanetin kur ja jep dikush, porosin kur ja jep dikush, kur ja vlet dikush një porosi, kryen e një porosi, shonën vën emanetin, ruan e emanetin, mos e mashtroni. Po edhe nëse ndodh që dikush juve m'ju mashtru, mos e arsyetoni vetën me thonë edhe unë pe mashtroj ato, se m'ka mashtruaj. A i kini disa nga muslimanët. Qafer është ai, s'ka lidhje. Bënja këtë problem, se son besimtar ai, qaferon. Kush ta ka dhonë këtë drejt, ti pse ai nuk është musliman, ti me mashtru, ti me gënyu ato, për kundra mësimet islame na japin që bashkë ndaj atij do të mësim më mirë, sepse sjellja e jon e mirë e fton ato në islam. Hadith edhe për këto është. E lemon ndaj muslimanit, e lemon ndaj ati i cili është i sinqert, nëse e mashtrojmë, nëse e gënjejmë, nëse nuk e ruajmë emanetin që na besohet. Allahu në Kur'an ka thonë: Inna Allahe ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Allahu ju urdhëron ummetin e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam që kur t'i besohet diçka, kur ta merrni një detyrë, një emanet, me çun vend, me përmbush emanetin. Urdhër prej Allahut të Madhnushëm. Abdullah ibn Mesudi ka tregu se as shahidi në ditën e gjykimit nuk do të mund të hyjë në xhennet nëse dikon e ka mashtru, nëse nuk e ka ruajtur emanetin. Shahidi është grada më e lartë që mund të memri një person në jetën e kësaj bote, një njeri, një besimtar në jetën e kësaj bote. Ama as ai nuk do të hyjë në xhennet nëse nuk e ka ruajtur emanetin. E ne muslimanët e kohës sodit e kemi bën këto edhe shumë gjunohe tjera. E kam përmend edhe një ditë, gjunohi prodhon gjuna. Kur ta bëjsh një gjuna, pastaj duke e bën ato shpesh duket normale, edhe mo nuk mirësh me atë gjuna, se tu ka bën normale. Plus as nuk kërkon falje për atë gjuna, se llogarit krejt normale. E një nga këto vepra të liga është edhe mos ruajtja e amanetit. Sa po ti tregojsh dikujt diçka, e merr vesh dynjaja me njëherë. Nuk e run emanetin, nuk e run sekretin. Sa po ti premtojsh dikujt diçka, të mashtron, nuk e kryen emanetin, nuk e kryen porosin. E Allahu i Madhnushëm po thot: çonën vën emanetin. Urdhër nga Allahu që me rujt emanetin. Ruajtja e emanetit. Në hadithin e pejgamberit alayhi salam ka ardhur bashk me 4 shtyllat e islamit. Ai ka thonë: Khamsun men jaa minhunna ma'a imanin billahi dakhala al-janna. Kush vjen me 5 gjëra, me namaz, agjërim, zeqat, hax dhe me ruajtjen e amanetit, në ditën e gjykimit do t'i thuhet hyn në xhennet. Do t'jetë prej xhenetlive. Amaneti ndërlidhet edhe me namazin, sepse namazi është emanet i Allahut në tokë, edhe me agjërimin. Pra ndërlidhet edhe me Allahun, në raportet me Allahun, edhe në raportet me njerëzit e tjerë. Emanet është kur t'ju besohet një detyrë, nëse nuk je i aftë për atë detyrë, mos me pranu. Me thonë që tjetri është më i aftë se unë për këtë detyrë. Jusufi alayhi salam në ajetin kuranor thot: Allahu i Madhnushëm fjalën e Jusufit: Qala ja'alni ala khaza'inil ard inni hafidhun alim. Jusufi i ka thonë pushtetit të asaj kohe:
ma mundëso që t'jem udhëheqës i këtyre magazinave të mëdha, depozitave të mëdha, edhe të menaxhoj punën e financave në atë kohë, sepse unë jam besnik, e ruaj shumë mirë pasurien dhe inni hafidhun alim, dhe jam i ditur për këtë punë, jam ehel për këtë punë, e di mirë këtë punë, e bëj mirë këtë punë. Pra dhe dituria është emanet. Nëse na nuk jena taft për një punë, është mirë me tregu, me thonë nuk jam i aftë, është dikush që e bën më mirë këtë punë. Çka bojmë na në jetën e kësaj bote? Komplet. Ne konkurojmë sa ma shumë me zonë një posë, sa ma të mirë, nuk e këshyrëm a jena tafta ju, veç apo muj me mri sa ma nalë. Nuk e këshyrëm a është dikush ma i aftë se ne, heq nuk e logaritëm, veç apo muj me mri sa ma nalë. Bele me mujtë edhe shpifëm ndaj ati, bele me mujtë edhe i bojmë naj pa drejtësi, bele me mujtë edhe i qesim naj shpifja ati. Allahu po na mëson Kur'an përmes Jusufit a.s. dhe po na thot emaneti është edhe në dituri, edhe në post, kudo. Muslimanët duhet me shtin kry, të madh nuk të ban vendi ku ligjeron për shembull hoxha, po të madh të ban pesha e fjalës, rëndësia e fjalëve. Në Kur'an është përmend se gjithë pejgamberët alayhimus salam e kanë pos këtë cilësi, pra ruajtjen e amanetit, kanë qenë besnik. Një ajet kuranor po e thamë për Nuhin a.s. A i ka thonë, inni lekum rasulun emin, unë jam i dërguar tek ju, pejgamber i dërguar, dhe jam besnik, pra është cilësi e pejgamberve të Allahut. Dy vajzat, kur ju drejtun babojt të tyre në Kur'an, ajeti kuranor tjetër, për Musën a.s. Çka thanë? Ja abet ista'jirhu, inna khayra man ista'jarta al-qawiyyu al-amin. Merre me punu Musën a.s. me qira, i thanë babojt të tyre, sepse ky ishte edhe punëtor, ishte i fuqishëm dhe ishte emin, i besueshëm. Shumë prej muslimanëve mujna me i gjetë duke thonë që dersi pa nevojshëm, ruajtja amanetit, ko mira derse në YouTube, e shkrimet shumë të në literaturën islame për këtë ders, edhe për derse tjera, sinceriteti, devotshmëria, këtë jena lodh me këto derse. Edhe unë pajtohem që ndoshta duhet disa gjëra mi reformu, disa derse me ndryshu pak qasjen, sepse koha ma ndryshe, okej? Amo, Omeri radiallahu anhu 3 herë ka mojt njëjtin ders, transmetohet në literaturën islame, derisa xhamati ka thonë mësonëm përmendsh më këtë ders, me ndru diçka, mësonëm për ina lodh më me këtë ders. Ai e tha një fjali madhështore, tha do ta përsëris edhe shumë herë, derisa ta shoh që ju jeni duke e pasu në praktik, duke e qit në praktik këtë ders. Sepse përmendsh na pedina shkon të devotshmëria, mirë është mu fal, 5 vakte është shumë mirë, me shkon xhamia o mirë. Amo çka po bojna? Qysh është gjendja e muslimanëve sot? Sa muslimani e mashtron tjetrin, e gënjen tjetrin. Ai beson shokut të tij, i premton diçka, ja lën një emanet diçka i e mashtron. I thot se e kry, e qojnë ven amanetin, nuk e qojnë ven. So pushtetori fiton pushtetin e tyre duke i mashtru të tjerët, duke ju premtu të tjerëve se do e kry filan punën, nuk e kryn. Pro gjendja e muslimanve dhe krejt njerëzimit është në këtë gjendje që është, edhe për shkak të mos ruajtjes së emanetit, edhe për shkak të mashtrimeve të shumta që bëhen ndër njerëz. Idha duyi'atil amana fantadhir as-sa'a. Nëse humbet emaneti, prit në kiametin. Pejgamberi alayhis salam pra ka thonë, nëse humbet emaneti, prit në kiametin. Nëse nuk janë njerëzit në gjendje ta ruajnë emanetin,
porosit e mora, prit në kiametin. Atëherë është kiameti, atëherë do të ndodhë kiameti. E kiameti paraprihet pra me shkatrime, me gjendje të mjerueshme ndër njerëz, pra nuk është ai kiameti që menojnë ana vetëm shkatrimi i botës. Kiamet është edhe që kjo gjendje e muslimanëve, akoma kiamet ma keq se sa gjendja e muslimanëve sot. Taman si e ka përshkruar pejgamberi alayhi salam, do t'jeni në numër të shumt, a mos sikur shkuma e detit. S'do të keni fuqi fare. Muslimanëve do t'ju kthehet fuqia vetëm atëherë kur do t'i pasoj mësimet e pejgamberit alayhi salam tamam ashtu siç ka porosit ai, siç ishin sahabët dhe tabiinët, gjeneratat e orta. Ata e pasun islamin tamam edhe në praktik, jo vetëm fjali, jo vetëm me kallëzu derse, e me kallëzu islam, e me kallëzu fjallë ndaj të tjerëve, ama në praktik jo. Jo rastisht pejgamberi alayhi salam tha ftoni njerëzit në islam në heshtje. E si me i ftu në heshtje? Përmes sjelljes të mirë. E sjellja e mirë e paraqet edhe amanetin, ruajtjen e amanetit, me qenë besnik, me qenë njeri që kur të besohet diçka e krym, nuk premton edhe nuk e s'me mbajt premtimin. Allah na mëson të jemi prej atyre që e ruajmë amanetin, dhe të jemi prej atyre që e fitojmë xhennetin. E qulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu yaghfir lakum.